Qa po m'vjen mas mirti është se qëta shtoni jam kam sona, qysh adin qysh mi u tregu tjerve informatat e krejt. Shumë super se në fillim se isha mos ku me di qka, mo qëtash po m'pëlqen se po nina një farë faktori që kam i mësu tjerë qysh më kona përdin. Edhe mu shumë po m'pëlqen se një farë mënyre po informohemi edhe na për diçka, mirë po edhe po na japin mundësin me ndryshu që ato qysh na kështu mujt mi përcjell informatat për i veçin ose për dukurit e tjera. Ma pjesht për mu mi unimu bashkëmoshatarëve tonë, që me pas ata mënyrë ma letë edhe mu konë t'informu ata. Fondacioni Kosovar për Popullsi, së bashku me donatorë të ndryshëm, ka realizuar një sër aktivitetësh që kanë të bëjnë me vedisimin e të rinjeve mbi HIV-in. Mirë po, projekti i fundit me titull Kërkimi me pjesëmarrje me prem i përkrahur nga UNICEF-i është cilësuar shumë i suksesshëm, sepse qëllimi i këtij projekti ka të bëjë që të rinjët vetë zgjedhin mënyrën më të mirë të marrjes së informacionit. Sepse për këto çështje, sidomos mbi HIV-in, infeksionet seksualisht transmetueshme dhe seksualitetin në përgjithësi, ka pak informacione apo informacionet janë të mangëta, si në shkolla, po ashtu edhe pak diskutohet në familje. Ndërsa ata dëshirojnë dhe shprehin gatishmëri që të dinë më tepër për këto çështje të cilat ata i shqetësojnë. A keni ndëgjuar ndonjëherë për HIV/AIDS? Fakti i parë që zakonisht thuhet është AIDS e shkaktohet nga HIV virusi njerëzori i deficiencës imunitare që dëmton sistemin mbrojtës të trupit. Njerëzit që kanë AIDS bëhen më të dobët sepse trupi i tyre humbet aftësi për të luftuar ndaj sëmundjeve. Ata eventualisht vdesin, nuk ka kurim për HIV/AIDS. Gjatë trajnimeve dhe aktiviteteve që ka pasur të kofi në teren dhe gjatë hulumtimeve të ndryshme që janë bërë, vërehet se shumica e të rinjve dhe popullatës në përgjithësi nuk dinë të bëjnë dallimin në mes të HIV-it dhe AIDS-it. Dihet që HIV-i është virus apo infekcion i cili më vonë e shkakton AIDS-in. Pra HIV-i është infekcion dhe AIDS-i është sëmundje. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, qysh nga viti 2000, është duke ndihmuar zhvillimin e programeve të caktuara edukativo-shëndetësore në Kosovë, si nga aspekti me organizatat qeveritare, po ashtu edhe me organizatat jo qeveritare. Posaçërisht me zhvillimin e hovshëm të organizatave jo qeveritare në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka ofruar kapacitetet dhe resurset e veta si humane ashtu edhe ato teknologjike që të mirëmbaj një lloj të ri të promovimit dhe edukimit shëndetësor. Natyrisht se pa një eksperiencë paraprake filluam me peer edukimin ose me edukimin e bashkëmoshatarëve, një metodë e cila dha shumë sukses në fillim dhe se ishte një risi dhe një avantgard për promovimin shëndetësor në një periudhë më të gjatë të kohës. Nëpërmjet peer edukimit na kena mësuar domethënë edhe shumë a shumë se sa prej njerëzve tjerë. Ma shumë kem mësuar pi bashkëmoshatarëve, i kem kuptuar më lehtë. Po normal që i kupton ma letë, se do me thonë, kur bisedosh ti me një shoqe, do me thonë, i merë informatat se e kena dhe gjuhën, do me thonë, që është të paka shumë, abden, kuptohemi, do me thonë, është një gjuhë që e kuptojnë ma letë. Po. Edhe jena ma të lirë shambull me bashkëmoshatar, kur është një trajner, shambull bashkëmoshatari joni, e kena ma letë shambull mi bo pyetje taj, nuk ngurrojmë se sa me një doktor shambull nëse na jap ligjërata. Pse është e rëndësishme ritrajnimi peer edukatorëve? Do të ishte mirë që çdo gjë të përsëritet edhe të jemi më të sigurt, edhe të jemi më të saktë nga trajnimi që bëjmë ne te ju të tjerët, që të jemi tamam ashtu të jetë informata. Sikur të ne që ka qenë tjetë edhe të jo, që gjdo kush të informohet edhe të mund të mbrohet nga kjo sëmundje apo nga gjdo veti tjetër. Pra, peer edukimi është shkëmbimi informatave ndërmjet qoftë të rinjë, dhe ndërmjet bashkëmoshatarëve, dhe kështu edhe efektshmëria do të ishte shumë më e madhe, për arsye se do të ishim më të lirë me njëri tjetrin dhe do të shkëmbenim dhe do të merrnim informata pra në mënyrë më të efektshme. Komiteti Kosovar i AIDS-it në periudhën
e ekzistimit, dhe thotë prej vitit 2000 është përpjekur që të merret me fuqizimin e rolit të trive pikësparje në vendimarrje në aspektin e hartimit të programeve të trive për parandalimin e HIV-sit dhe të infeksioneve që barten përmes rrugëve seksuale, por është munduar njëkohësisht që edhe të bëj fuqizimin e pjesëmarrjes drejt për drejt, do thotë në zbatimin e aktiviteteve të ndryshme, por dhe në dizajnimin e tyre. Zyra UNICEF-it në Kosovë në kuadër të programit për të rinj ka përkrahur shumë aktivitete për zhvillimin e përgjigjes së HIV-sit në Kosovë. Këto aktivitete përfshin përkrahje financiare dhe asistencë teknike në zhvillimin e politikave, ngritjen e kapaciteteve vendore, si edhe me fokus të veçantë kemi përkrahur fuqizimin dhe promovimin e të rinjve në fushën e parandalimit me HIV-AIDS. Këtë e kemi bërë për shumë arsye. Kosova ka një popullat shumë të re dhe këta të rinj nuk janë mirë të informuar me rrugët e transmetimit dhe metodat e mbrojtjes nga HIV-AIDS. Po ashtu, përvojat botërore kanë treguar se në ato vende ku të rinjit kanë marrë rol aktiv në fushën e parandalimit nga HIV-AIDS, ka pasur edhe zvogëlim të përhapjes së epidemisë. Marrë parasysh këto fakte, si dhe faktin se të rinjt janë të prirë që informacionin të marrin nga bashkëmoshatarët e tyre, UNICEF-i ka përkrahur hulumtimin me pjesëmarrje, me qëllim që të gjinden rrugët dhe metodat më të mira se si të përcillet një informacion i plot dhe i sakt në mesin e të rinjve në fushën e parandalimit me HIV-AIDS. Persona që janë të infektuar me HIV duhet si me njëjtë me shokët tonë, për shembull me fol për dorë ose për qafimet, nuk do të thotë se mund të infektu, kjo është një sjellje e shëndosh. Po ashtu nëse dojmë të kemi marrëdhënie, duhet të jenë ato të mbrojtura për shembull. Mos ndrrimi i partnerëve ose që besnikëria. Jemi në një autobus me të sëmurin atë